Në kuvend, deputeti i Partisë së Lirisë Tedi Blushi kërkoi llogari nga ministri i Drejtësisë Besford Lamallari lidhur me trajtimin e ish-presidentit Ilir Meta në paraburgim, duke ju referuar edhe rekomandimeve të avokatit të popullit. Prej 3 muajsh, zoti ministër, avokati i popullit ju ka lënë mbi tavolinë, ju dhe drejtorit të përgjithshëm të burgjeve, 9 rekomandime të detyrueshme për zbatim në lidhje me dhënien fund të trajtimit kriminal dhe njerëzor të ish-presidentit të Republikës. E vërtetë është që raporti i avokatit popullit në asnjë moment nuk konstaton se kemi të bëjmë me trajtim njerëzor apo degradues. Ai trajtohet në mënyrë barabartë me gjithë shtetasit e tjerë. Në përmbyllje të interpelancës, ministri i Drejtësisë bëri të ditur se ndaj personelit të paraburgimit Jordan Misja nuk është hapur asnjë hetim, pasi nuk ka indicie për shkelje administrative.